Ish-deputetja e LSI Silva Çaka, një ndër personazhet më të besuara të Ilir Metës, u emërua ditën e sotme nga Edi Rama në postin e zëvendës ministren e brendshme. Ajo kaloi pa pritur Ilberin pasi ka patur vazhdimisht qëndrime mjaft të forta në kufitë e fyerjeve ndaj Edi Ramës dhe qeverisë së tij. Në një postim në rrjetet sociale në vitin 2022, Çaka etiketonte kryeministrin si një sociopat me kartel nga i cili nuk duhet pritur empati. Megjithatë, marrja e Çakës në kabinet tregon se empatia e Edi Ramës qenë ka mjaft e bollshme. Po kështu Çaka ka deklaruar vazhdimisht se Edi Rama është pengesa kryesore për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tashmë zonja Çaka do të bashkëpunojë ngushtë me sociopatin me kartel në qeverinë e cila ka shpallur si synim pikërisht integrimin e Bashkimit Evropian brenda vitit 2030. Ndër të tjera ajo ka shkruar: "Nëse vazhdojmë të rënditemi me reagimet e pak gjak të Edi Ramës, atëherë i bëjmë shërbim propagandës së tij. Mos harroni që Edi Rama është sociopat me kartel, e ka justifikamin në xhep kudoherë. Sociopat është një person me një shtrëngullim personaliteti i cili manifeston me sjellje dhe qëndrime ekstremisht antisociale. Mos prisni empati nga Edi Rama."